Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjykime akuzën shpërdorim të detyrës, fshehje të ardhurave, si dhe tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontraband, zëvendës drejtoreshën e Spitalit Onkologjik, koordinatorin dhe 4 mjek. Në deklaratë thuhet se pacientë ndryshëm orientoheshin në klinika private kundrejt tarifave të fryera dhe nuk u jepej shërbimi në shtet. Gjithashtu rezultoi se nuk ishte ndërtuar bunker antiradioaktiv ose antiatomik për vendosjen e aparaturës së kabaltoterapisë, e cila qëndronte jashtë kushteve teknike. Veprimi konsiderohet shkelje pasi për shkak të radioaktivitetit nuk mund të vendoset në ambiente jo specifike, që nga viti 2021 kur ky aparat ka mbërritur në Shqipëri, nuk është në shfrytëzim, thuhet në deklaratën për mediat. Emiliano Lela, në cilësinë e koordinatorit, akuzohet se përzgjidhte pacient nga radha e pritjes dhe i orientonte jo tek mjeku që kishin të rekomanduar sipas procedurave, por tek klinikat private, duke përfituar përqindje monetare. Alketa Pere, në cilësinë e administratores, akuzohet se dërgonte pacient drejt klinikave private. Brikena Qirjazi, në cilësinë e zëvendës drejtoreshës në QSOT, e ngarkuar me mbulimin e shërbimit onkologjik, nuk ka marrë masat e nevojshme për garantimin e funksionimit të pajisjes së kabaltoterapisë. Përpasoj, pacientëve nuk u është dhënë mundësia e zgjedhjes së metodës së trajtimit. Drilona Kishta, specialiste pranë QSOT-s, ka pasur detyrim ligjor të kryejë ekspertizën lidhur me menaxhimin e burimeve radioaktive dhe mbetjeve të tyre. Ajo thuhet se hartoi një ekspertizë që nuk ishte në përputhje me gjendjen reale dhe me të dhënat e dhëna nga përfaqësuesit e njësisë së radioterapisë. Ekspertiza është kryer përpara procesit të porositjes së burimit të kobaltit, çka ka sjellë si pasojë marrjen e një vendimi për porositjen e një burimi radioaktiv që nuk është vendosur në funksion dhe nuk është përdorur. Halil Gashi akuzohet se nuk ka lëshuar faturat tatimore për operacionet dhe shërbimet e kryera në klinik, si dhe ka lejuar që mjek të punojnë në mënyrë të paregjistruar. Së fundmi, shtetasi Florian Marku, në cilësinë e administratorit të Flori Pharma, ka bërë blerje dhe vënie në qarkullim të Barnit Valamor, të cilin e dinte ose duhet të dinte se ishte kontraband. Ndërkaq hetimet për mjekun Edmond Gashi janë veçuar duke u hetuar nga SPA. Hetimet për onkologjikun nisën në mesin e vitit 2024 pas denoncimeve të skandalit ku zbulua abuzimi duke i çuar pacientët në klinika private, por po ashtu dhe bisedat mbi ilaçet.